drejt për drejt me të vërtetën e madhe që kërkesa e prokurorisë nuk i përmbushte as kushtet minimale për të marrë në konsiderat. Në ndërkohë që përpjekja për ta lidhur refuzimin me ndonjë arsye tjetër apo për t'i dhënë refuzimin për masën e një fakti që do të bllokojë rrugën e Shqipërisë në Bashkinë Evropiane apo do të pengojë zbatimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi apo do të pengojë aktivitetin e pavarur të drejtësisë, është një përpjekje e shëmtuar, madje në dëshpërimin e vet ka të gjithë ato ingredient që ka në të përditshmen tonë përpjekja për të bërë çmos që Shqipëria të pengohet dhe që hapat e shpejt me të cilat ne po ecim në procesin e negociatave të frenohen. Nuk ka asgjë të re